350 fëmijë dhe të rritur me talasemi marrin aktualisht terapi pranë QSUT-s. Mjekët japin lajmin e mirë se lindjet e reja me këtë sëmundje janë zeruar 2 vitet e fundit. Çiftet e reja janë të informuar dhe depistohen për situatën gjenetike që ata kanë dhe gjatë 2 viteve të fundit ne pothuajse jemi drejt zeros së lindjeve të fëmijëve me talasemi. Për Klodianën Gafieri, parandalimi nuk ka funksionuar. 9 vite më parë e informuar, ajo ju nënshtrua analizave depistuese, por pavarësisht se ishte 1% e vogël, doktori e neglizhoi. Shikoi diçka të vogël, tha, të sigurohem, tha ta bëj dhe bashkëshorti. Ndërkohë që ai e bëri, e pa dhe atë, tha nuk ka gjë. Dhe sot ju keni një fëmijë talasemi? Po, talasemi major. Si ndjeni që ndërkohë ju doni ta parandalonit, por mjeku nuk e parandaloi? E zhgënjur ndihem, sepse është diçka që mund të ndalohej në kohë dhe nuk ndodhi. Pasojat i vuan fëmia më shumë se sa prindi. Drejtuesit e QSUT-s përpiqen që shërbimi të mbulojë të gjitha sfidat. Si pasojë anemisë, sjellin pasojë edhe në organet e tjera vitale, duke shkaktuar probleme kardiake, hematologjike, infektive, tjera me radh. Këta pacient monitorohen në mënyrë të rregullt, në vazhdimësi, duke evituar dhe komplikacione që vinë si pasojë kësaj patologjie. Klodiana ka frikë të sjellë në jetë një fëmijë tjetër, ndërsa apelon prindrit e rinj. Të sigurohen mirë ku t'i shikojnë analizat, që të informohen, sepse ajo që më ndodhi mua ka pasur dhe prindër të tjerë këtu që u ka ndodhur.